Lajmi mirë vllazën e motra nga Gjermania. Për të gjithë juve që keni një diplomë si mjek apo infermier apo në fushën e mjekësisë pavarësisht çfarë do të keni mundësi për një kohë shumë të shkurtër të vini në Gjermani për mas të filloni punë dhe tek atëherë të bëni procesin e njohjes nga Gjermania. Jo mo siç ka qenë të kaluarën, të pritni atje për shumë muaj, rreth një vjet, edhe pikë pyetja ju ka bë, as ju ka bë. Tash, siç e ka, nga janari landi Sachsen dhe landi Hessen. E gjem punën në ndonjë ordinancë, në spital, apo pavarësisht ku e gjeni, vini, filloni e merrni një leje punë të përkohshme dhe e bëni një procesin e njohjes nga këto, sikur çysh e kanë për shembull shoferat me ceja, edhe pa pas për shembull kodin 95, mundin këto me ardh me fillu punë, edhe i kanë një vjet e gjysmë ku me kry. Por për mjekët nuk është e caktuar për shembull a ki për një vjet apo se ende nuk është ky ligj i miratuar. Pritet të vije, por për landin Sachsen dhe Hessen veç është aktiv. Kushdo që e keni në ndonjë punë në këto dy lande, lirisht mund të filloni sa më shpejt që të jetë e mundur. Këto për arsye që kanë mungesë, e kanë bë këtë farë mundësie, por mos harroni që tash ligji që është paralajmëruar, që e kanë paralajmëruar qeveria gjermane pritet të ndodhë në gjithë Gjermaninë. Por kur edhe sa nuk guxoj sot më dhon datë, pasi që me datën 8 tetor dhe 9 tetor priten të miratohen disa ligje, siç është shtetësia, edhe azili, por nuk ka të bëjë me këto në atë datë. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.